urdhrin. Urdhri u vaj. E kam fjalën që tani në vazhdim e mësuan rrugën the. Po, tani atje I ka përdit, ai e di, prandaj thash është Macbethi shqiptar. Ai ka humbur qetësinë. Ai nuk është Terezi. Edhe kaq sa e mban me gajret është Sali Berisha. Është e ashtu quajtur opozitë që e mban akoma në pushtet atë. Sa I do ishte qëruar me kohë. Gjërat kështu nga jashtë duken mirë avokat, sepse kreu I qeverisë e uroi kreun e Spakut. Kishte mesazhe plot aty. Letra mund të shkruajnë sa të duan. Sa të duan shkruajnë. Letra është hipokrizia, ajo është një urim protokollar që s'ka asnjë vlerë në jetën politike të vendit. Thjesht atë uron ai sepse praktikisht atë brahon që u zgjoth, që u emërua, jo që u zgjoth, që u emërua, po e theksoj. 11 vota, 7 vota pro nga 11. Po, u emërua kryetar I Spakut. Para ca ditësh, Pullum Pilinçi deklaroi dhe tha kështu, ne tha do vëmë në krye të Spakut, tha një nga nomenklatura komuniste, I cili do kryej arrestimet, tha, dhe do arrestoj, e bëjmë, tha, që vet ai I asaj klase politike, I asaj partije, të arrestoj dhe të fusin në burg njerëzit e vetë, domethënë komunistët shqiptarë që janë pushtet. Shpresoj që kjo të bëhet. Shpresoj. Po nga këta, ai nuk e thot nga vetja. Nga këta 18 avokat gjithë mbrenda janë, s'ka njëri për jashtë më. Ministra, ish ministra, president, kryeministra në hetim, ish kryeministra në hetim. Po tani tjetër gjë në hetim e tjetër gjë në burg. Jemi larg. Për ta mbyllur me Ramën avokat më shumë ka rrezik brenda apo nga jashtë? E ka nga brenda pa diskutim. Po tham nga jashtë, ndajmë gjërat, po them nga jashtë, nga Amerika e ka prerë fletarestin. Nuk diskutohet fare. E ka prerë? Amerika ja ka dhënë atë që duhet I japi, thjesht tani po vazhdojnë procedurat dhe prandaj ai e ka humbur Terezin. Avokat, megjithatë Balluku është I kthyer në detyrë. Tani në postin e zëvendësur ministres, një ministre fuqishme në kabinet. Ai dorën që nuk e kafshon dot e puth. Ky është Edi Rama. Edi Rama atë e ktheu se s'ka nga jamban. S'ka nga jamban. E ka kapur ajo pik. E ka kastruar shqip. Ballukja e ka kastruar Edi Ramën. Ai do kërcesi një njeri që ju thoni që ka gjitha pushtetet, ta bëj një zoj këtë. Po ajo zonja, nuk është ajo zonja është bashkëpunëtore e tij në të gjitha krimet që ka bërë ai dhe vjedhjet. Prandaj e ka kastruar ajo. Jo se është e fortë ajo, po se I ka në dorë vjedhjet që ka bërë, pistoqet që kanë bërë, krimet që kanë bërë, I kanë bërë bashkë. Ju po thoni që e shantazhon, e kërcënon? As bëhet fjalë, po e shantazhoj direkt, jo nuk e them unë. E tha ajo, ty I tha nuk të lejoj të bësh me mua atë që bëri gjyshin që bëri babai yt I tha me gjyshin tim. Kështu kërceni më të hapur se kaq s'ka. Dhe po zbatohet ditë për ditë kjo fjalë e saj. Megjithatë avokat, ne s'kemë parë që një kryeministri në detyrë ti ndodh diçka. Kështu që Rama derisa është detyrë nuk mund të shqetësohet. Nga krau tjetër, ata që ju thoni është pjesa tjetër e së nuk ka fuqi ta rrëzoj? Më falë, në detyrësisht ai është I cimentuar apo është që vata sot e mund të kej nesër? Se se kuptoj këtë në detyrë, çdo më në detyrë. Kush do ta heqë? Sot detyrë, nesër, po do ta heqin ata që krimet e tij do ta heqin. Krimet që ka bërë do ta heqin. Këtë priste dhe opozita, mas 8 vitesh u bën 16. Cila opozitë? Të lutem, kemi vënë një kusht tash. E tërheq. Që tash u quajtur në opozitë mos e zënë më në gojë sepse ajo po e mban në pushtet këtë. Po fakt me atë që ndodhi me avokatin e popullit, avokat, juve ju ka dhënë të drejtë koha. Dëgjoj nderuar gazetar. Fatmirësisht mua koha më ka dhënë të drejtë gjithmonë, po është dhe fatkeqësisht. Sepse unë vërtet I kam thënë gjërat që do ndodhin kështu dhe kanë ndodhur, po kjo nuk do thotë se ishte në interes, këto ngjarje që kanë ndodhur janë në interesin tonë. Janë për të zezën tonë.
Avokat, por tek rasti Klodian Brahos, mënyra si u zgjot, si kaloi vettingun, sa lajmi që lehtësisht i gjen në Google për mënyrën atëherë të vettingut